Kolegu i nderuar, sot po cillim në vëmendje një rast interesant të spina bifidas, përmes të cilit do të tregojmë si është e mundur të bëhet diagnoza nëpërmjet pranisë së shenjave të drejtpërdrejta dhe atyre të tërthorta. Në këtë rast specifik, po vëzhgojmë me kujdes nga imazhet që shfaqen qartë shenjat e drejtpërdrejta klinike, pra praninë e dukshme të një çarjeje në shtyllën kurrizore dhe daljen përpasojë të drejtpërdrejtë të indit të herniuar, i cili nuk mbulohet dot nga shtresa e lëkurës. Duhet të sqarojmë se në të vërtetë ekzistojnë dy lloje të spina bifidas. Ajo që po shohim quhet spina bifida e tipit të hapur, sepse pikërisht ka ind të herniuar dhe lëkura nuk e mbulon atë. Në rastin e spina bifida së ashtu quajtur të mbyllur, diagnoza gjatë jetës intrauterine është pothuajse krejtësisht e pamundur, pasi çarja është shumë e vogël. Dhe si një rrjedhojë drejt për drejt e kësaj, nuk ekziston asnjë lloj indi që del jashtë nga kjo dhe lëkura vazhdon të mbulojë plotësisht të gjitha pjesët poshtë saj. Në këtë rast, përkundrazi, po shohim që nuk është kështu, prandaj e quajmë spina bifida e tipit hapur. Tani le të shohim më mirë cilat janë shenjat direkte që na lejojnë të bëjmë diagnozën. Në këtë imazhe po vëzhgojmë pjesën e indit të herniuar. Në rastin konkret kemi një mielomeningocele, pra praninë e indit meningjal të shoqëruar me indin e pallëzës kurrizore dhe me indin nervor, që quhet pikërisht me emrin shkencor mielomeningocele. Donjëherë mund të ketë vetëm herniacion të meningjeve, kështu që shohim një pjesë cistike. E rrethuar pra nga meningjet, në atë rast flasim për meningocen. Ktu përshkojmë edhe më mirë atë që është pjesa kockore. Në fjalë dhe tani shohim vazhdimsinë e tre trupave vertebror. Tani që kemi përfunduar studimin e hollësishëm të këtyre shenjave, le të kalojmë për të analizuar me kujdes ato që quhen shenja të tërthorta dhe dytësore, të cilat vërtet nuk janë as pak më pak të rëndësishme se të parat, sepse ndonjëherë diagnoza vendoset pikërisht përmes këtyre. Para së gjithash vëzhgojmë të ashtu quajturën kokën në formë limoni, pra shenjën e limonit, e cila ndodh për shkak të zhvendosjes dhe zbritjes graduale të indit rëndësishëm nervor drejt pjesëve të pasme, në mënyrë të pashmangshme, struktura e brisht kockore në zonën frontale fillon të marrë dhe të modelojë këtë formë mjaft specifike që ngjan me një limon. Në këto imazhe po vëzhgojmë trurin e vogël, por do të shohim edhe më mirë gropën kraniale të pasme në imazhet në vijim. Në këtë pamje mund të vëzhgojmë qartë ventrikulin e tretë që duket i zgjeruar, dhe gjithashtu edhe ventrikulit e djathtë dhe të majt paraqiten gjithashtu të zgjeruar. Madje, duke ndjekur me kujdes matjen e secilit prej tyre, shohim se është e pranishme një hidrocefali që e quajmë borderline, pasi matja maksimale e tyre rezulton të jetë saktësisht 10.4 mm. Dhe të njëjtën gjë do të shohim të Për këtë arsye, ne përcaktojmë një hidrocefali tripentrikulare që zakonisht shoqërohet me gjendjen e spina bifida. Tani do të studiojmë në detaje edhe fosen kranike të pasme. Në këtë imazh vëzhgojmë trurin e vogël, i cili përshkruhet si banane, dhe kjo gjendje ndodh gjithmonë për shkak të rrëshqitjes së indit cerebral drejt pasit. Si rrjedhojë e këtij procesi, ndodh gjithashtu edhe obliterimi plot dhe i tërësishëm i hapësirës së cisternës magne. Spina bifida është një gjendje specifike mjekësore që rrallëherë shoqërohet me sindroma të tjera gjenetike. Megjithatë, në çdo rast duhet të kryhet një studim jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe i detajuar i të gjithë anatomisë së mbetur të fetusit në zhvillim. Në veçanti, duhet të studiohen me shumë vëmendje këmbët dhe boshti i tyre i lëvizjes, pasi ekziston një lidhje mjaft e rëndësishme dhe drejtpërdrejt me deformimin që njihet si këmba e shtrembër. Këmba e shtrembër njolshe. Në këtë rast konkret, siç mund ta vërejmë qartë tani në detajet e imazheve që kalojnë, nuk ekziston asnjë lloj lidhje e tillë.
Cili është tani menaxhimi që duhet përcaktuar? Gruaja shtatzën drejtohet patjetër për një konsult neonatologjike dhe gjithashtu për një konsult me neurokirurgun. Mjeku pediatër specialist i cili do të mund të përcaktoj me saksi prognozën dhe ashpërsinë e rastit specifik duke vlerësuar atë në mënyrë të detajuar. Të gjitha të dhënat e mbledhura, të shfaqura dhe të analizuara me kujdes, nëpërmjet procesit të ekzaminimit me ultratinguj.